Mirë se erdhët sërish. Sot do të flasim për diçka themelore, por që shpesh e anashkalojmë, aftësinë për të menduar rreth mënyrës se si mendojmë. Kjo njihet si metanjohje. Në thelb, është si të hapim manualin e përdorimit për mjetin më të fuqishëm, por edhe më dinak që kemi, trurin ton. Le ta fillojmë me disa pyetje provokuese. A është e mundur që një qytetërim alien, shumë më i përparuar se ne, po viziton planetin ton? Ndoshta edhe tani që flasim? Dhe, po të ishte e vërtet, a do të ishte e mundur që qeveritë e botës ta mbanin sekret për dekada me radhë? Një komplot kaq i madh, a mund funksiononte vërtet? Dhe ja, një tjetër. A mundet që teknologjia për motor që punojnë me ujë të ekzistojë, por të jetë e fshehur nga korporatat e mëdha të naftës? Mënyra se si i përgjigjemi këtyre pyetjeve zbulon shumë për proceset tona mendore. Të gjithë kemi dëgjuar thënien e famshme të Sokratit. Jeta e paanalizuar nuk ja vlen të jetohet. E po, për qëllimet tona sot, le ta përshtasim pak. Mendimi i paanalizuar nuk ja vlen të mendohet. Dhe pikërisht ky është thelbi i asaj që do të eksplorojmë. Këtu qëndron problemi kryesor. Mjeti që përdorim për të kuptuar botën, pra truri, nuk është as pak perfekt. Përkundrazi, megjithëse është struktura më komplekse që njohim në univers, ai vjen me disa defekte fabrike, disa gabime të integruara që shpesh na çojnë në përfundime të gabuara. Shikoni këtë krahasim. Ne na pëlqen të mendojmë për trurin ton si një kompjuter i ftoftë, logjik, një regjistrues perfekt i kujtimeve dhe fakteve. Por shkenca na tregon një histori krejt tjetër. Truri ynë nuk i ruan kujtimet si një video, ai i rindërton ato sa herë që i kujtojmë, dhe shpesh me gabime. Vendimet tona rrallëherë janë thjesht logjike, ato janë thellësisht të ndikuara nga emocionet dhe nga rrugët e shkurtra mendore. Dhe këto defekte shfaqen në forma të ndryshme. Kemi gabimet logjike, ku arsyetimi ynë thjesht nuk mban. Kemi supozimet e rreme, pra gjërat që i marrim si të mirëqena pa i verifikuar kurrë. Kujtesa jon, siç e thamë, është jashtëzakonisht e pasigurt. Dhe pastaj janë heuristikat, ato rrugë të shkurtra mendore. Kto na kanë ndihmuar të mbijetojmë duke marrë vendime të shpejta, por në botën moderne shpesh na fusin në telashe. Mirë, por mund të pyes dikush, pse është kaq e rëndësishme kjo gjë pikërisht tani, më shumë se kur? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse jetojmë në epokën e dezinformimit. Këto defekte të trurit ton janë bërë një terren pjellor për keq informim. Dhe pasojat janë globale. Jemi mbi 8 miliard njerëz në këtë planet. Vendimet kolektive që marrim, nga shëndetësia te politikat mjedisore dhe ekonomia, varen nga aftësia jon për të menduar qartë. Të menduarit e turbullt ka pasoja reale për të gjithë ne. Çdo ditë, pa pushim, jemi në shënjestër. Reklamat, fjalimet politike, lajmet e rrema në internet, të gjitha janë të projektuara për të shfrytzuar dobësitë tona njohëse dhe për të na shtyrë drejt një veprimi ose një besimi të caktuar. Por mos u dekurajoni, sepse ka një zgjidhje, ka një mënyrë për t'u mbrojtur. Dhe lajmi i mirë është se të menduarit kritik nuk është një talent me cilin lind, por një aftësi që mësohet. Është një set veglash që çdo kush mund t'i zotrojë. Imagjinoni pak, askush nuk lind duke ditur të luajë violin në nivel koncerti apo të bëhet një atlet elitar. Kërkon vite të tëra stërvitje dhe përkushtim. E po, e njëjta gjë vlen edhe për të menduarit kritik. Është një muskull mendor që duhet ushtruar vazhdimisht. Dhe metoda më e mirë për ta bërë këtë është skepticizmi shkencor. Kur themi skepticizëm, mos e ngatroni me cinizëm apo negativitet. As pak. Skepticizmi shkencor është në fakt një proces konstruktiv. Është një set metodash për të vlerësuar pretendimet, duke i krahasuar me prova të forta dhe objektive. Filozofi i madh David Hume e ka përmbledhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është thelbi i gjithçkaje. Besimet tona duhet të jenë në përpjestim me cilësinë e provave që i mbështesin ato, jo më shumë, jo më pak. Pra, si duket ky proces në praktik? Le ta zbërthejmë në 4 hapa. Së pari, vëri ndyshim premisat. A janë faktet fillestare vërtet të sakta? Së dyti, kontrollo logjikën. A rrjedh përfundimi logjikisht nga premisat? Së treti, bëu i vetëdijshëm për motivimet e tua. A dëshiron që diçka të jetë e vërtet? Dhe së fundi, mendo për pasojat. Nëse kjo gjë është e vërtet, çfarë tjetër duhet jetë gjithashtu e vërtet? Mjaft me teorim, mënyra më e mirë për të kuptuar fuqinë e këtyre veglave është t'i shohim në veprim. Le t'i aplikojmë në disa shembuj të njohur nga bota e pseudoshkencës. Ju kujtohet ndoshta ky produkt. Disa vite më parë, byzyllikët Power Band ishin kudo. Ata u shitën me miliona duke premtuar përmirësim të ekuilibrit, forcës dhe fleksibilitetit.
IA si funksionon të marketingu i tyre. Përdornin sportistë të famshëm, histori personale prekse dhe demonstrime të zgjuara që dukeshin bindse. Por, kur shkencëtarët bën një studim të 2 fish të varëbër, standardi i artë i kërkimit, ku as studiuesit as pjesëmarrësit nuk e dinin se kush kishte byzylykun e vërtet, rezultati ishte qartë, absolutisht asnjë efekt. Çdo përmirësim ishte thjesht efekti placebo, një shembull perfekt i pseudoshkencës në veprim. Tani, le të marrim një shembull tjetër, një legjend që të gjithë e njohim dhe që ilustron perfekt çështjen e cilësisë së provave, Bigfoot ose Sasquatch. Këtu shohim një model klasik. Provat që paraqiten janë gjithmonë të dobta. Janë foto të turbullta, gjurmë që mund të krijohen lehtësisht dhe rrëfime personale, të cilat dihet se janë tejet të pasigurta. Ajo që mungon gjithmonë është prova vendimtare, ajo që në anglisht quhet smoking gun, një trup, një skelet i plot, mostra ADN që mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Derisa një provë e tillë të shfaqet, Bigfoot metet në fushën e folklorit, jo të zoologjisë. Pra, për te i shembujve argëtues, cili është përfitimi i vërtet i gjithë kësaj pune mendore? Përgjigjja është se të menduarit kritik nuk është thjesht një ushtrim intelektual, është një akt fuqizimi dhe çlirimi personal. Mund ta shohim si një mburojë personale, një sistem imunitar mendor kundër mashtrimit. Është fuqizuese, sepse t'jep kontroll të plot mbi atë që beson, në vend që thjesht të pranosh atë që të thonë tjerët. Dhe në fundit, është çliruese. Të heqësh dorë nga një besim i rrem, është si të heqësh një peshë të rëndë nga shpatullat. Dhe kështu, me këtë kuti veglash të re në mendje, pyetja e fundit që mbetet për reflektim personal është: cili është besimi i parë që meriton ta kaloni nëpër filtrin e ri të menduarit kritik? Përgjigjja mund edhe t'ju abis.